Zonja Valja, keni mbështetje për lëvizjen vetëvendosje? Sot na kemi pas takimin e parë dhe në fakt unë dola para kryeministrit kërkesa cili na si bosnjak kemi. Nuk kemi marrë asnjë konfirmim edhe nuk kemi jap asnjë konfirmim, domethënë është takimin e parë. Tash për tash domethënë jemi në fazë e bisedimave kur gjë më konkrete. Çfarë kanë qenë kërkesat e juaja dhe kur ka me qenë takimi i radhës? Për kërkesa unë fola disa herë, domethënë është komuna e Bosnjakëve, është reforma në arsim, edhe domethënë tretmani barabartë me krejt domethënë deputet cili kanë një votë brenda kuvendit. Kur ka me qenë takimi i radhës? Nuk kemi caktuar. Nëse të rrasin nga partitë e tjera, do t'i përgjigjeni ftesës për takim nga partitë opozitare? Po, kemi folë, domethënë, na jemi domethënë pjesë e kuvendit, na kemi drejt me folë me secili, domethënë secili partia shqiptarëve, cili ka 51 domethënë vote dhe na si komunitet jemi këtu. Çfarë ju tha kryeministri Kurti për kërkesat që i keni përshtatur? Edhe ata kam me pa, domethënë kam me mendu edhe jemi të prit takimin e radhës. A keni kushtet e njëjta edhe për Po. partitë e tjera opozitare? Po, e njëjta janë. Po në seancën e 15 prillit do të votoni për kryeparlamentar nga vetëvendosje? Po tash varet prej bisedave që kena me pas deri 15. A vlen kërkesat ose kushtet e juaja dhe për votimin e kryeparlamentarit, a vlen vetëm për qeverinë edhe për kryeministrin? Duhet me pa në takimin, na tash kemi takimin e parti me kryesisë e partisë dhe masën e kena me vendosur për këtë. Faleminderit. Faleminderit.